Në Dibër, besimtarët musliman kanë kremtuar këtë premte festën e Fitr Bajramit që shënon përfundimin e muajit të bekuar të Ramazanit. Që në orët e para të mëngjesit, qindra besimtar musliman janë mbledhur për të kryer faljen e namazit, e cila këtë vit është zhvilluar në ambientet e pallatit të sportit Bashkim Lala, që në orën 6:30 pjesëmarrja ka qenë e lartë duke reflektuar rëndësinë e kësaj dite për komunitetin musliman. Atmosfera festive ka përfshirë pothuajse gjithë qytetin. Pas faljes së namazit, besimtarët kanë shkëmbyer urime për paqe, harmoni dhe begati, ndërsa shumë familje kanë vijuar traditën e vizitave dhe mikpritjes. Fitr Bajrami është një moment reflektimi dhe bashkimi për gjithë ne. Është dita kur ndajmë gëzimin me familjen dhe ndihmojmë ata që kanë nevojë, është shprehur një nga besimtarët pjesëmarrës. Kjo festë simbolizon solidaritetin, mëshirën dhe ndihmën ndaj njëri tjetrit, vlera që marrin një rëndësi të veçantë në jetën e përditshme të komunitetit. Autoritetet lokale kishin marrë masat e nevojshme për mbarvajtjen e aktivitetit dhe për garantimin e rendit dhe sigurisë gjatë zhvillimit të faljes së namazit. Fitr Bajrami mbetet një nga festat më të rëndësishme për besimtarët musliman, duke bashkuar familje dhe komunitetin në këtë ditë gëzimi, solidariteti dhe reflektimi shpirtëror.